vulgaritetin e tij, po dhe agresivitetin e tij, pasi sekretar bashkie e filloi me një sopat në dorë, ndërsa si kryeministri i vendit e filloi me dinamit. Dhe të gjitha ato që ai shkatroi me dinamit, në fakt u kthyen shqiptarëve si gjoba të gjykatave ndërkombëtare. E dyta, Rama ka një armiqësi ndaj lirisë së fjalës dhe lirisë së mendimit. Dy nga gjobat më të mëdha që do paguajnë shqiptarët e varfër janë gjoba ndaj Beketit, që ja shkatroi biznesin e telefon, vetëm të jepte një sekuencë dasme, dhe resorti i kompanisë Pisembelliu, e para është rreth 150 milionë euro dhe dyta patjetër do të jetë më shumë se 200. Kështu që në këtë aspekt, çdo ndryshim që bën Rama është thjesht dhe vetëm një dialog me vetveten, nuk sjell një të mirë publike, nuk hyn në emrat fare, unë them procesi për zgjedhës. Si rruga se si e përgatit dhe të prodhon një produkt që dhe politik, është ajo që kushtozon kredibilitetin dhe integritetin. Ndërkohë, ndjes, nuk duhet dukem jashtë në këtë moment, por kur bët një thirrje publike për socialistët që t'i kërkonin ndërheqjen kryeministrit Edi Rama, nuk besoj se këtë e besonit, apo jo? Se mund të ndonë nga në atyre. Shiko, gjithmonë ka mundësi, dhe unë apelin që mund botohet nesër në një gazet, në karësi nëse zbotohet, sepse rrjetet sociale sot janë më shumë efektive se gazetat, është tani jo ndaj Ramës, ndaj atyre që ju më bët pyetjet mua. Edhe filozofi Romak Seneca thekson që shumë pak janë sklever të vërtet, shumica janë sklever vullnetar. Dhe në këtë aspekt unë i drejtohem kolegëve në të majtën shqiptare, që sikur edhe 10 veta nga ata 86 në Kolza, nuk do të ofendoj asnjë sklever, sikur 10 veta nga sklevrit vullnetar të kthehet në sklever ndaj Abdeut, jo ndaj Ramës, atëherë atij bllokohet çdo rrugë që ai ka marrë për të bërë ndryshime kushtetuese duke filluar nga kodi për procedurat penale. Kështu që unë nuk bëj moral, unë bazohem edhe në përvojën time personale, sepse në 2008 kemi pas një debat individual me Ramën, rreth 3 orë në kryesi, për ndryshimet kushtetuese dhe unë nuk i ka votuar ato edhe se dia se do paguajnë çmim. Unë edhe bëj vetëm një sqarim të vogël dhe i kërkoj ndjes. Unë vetë personalisht, edhe si prind, edhe se ish politikan, edhe si akademik, nuk kuptoj dot ku ka arritur morali politikanëve të vendit tim, që duan të bjedhin para për të lënë të pasur fëmijët e tyre. Se disa nga ata kanë nga 6 mandate. Nuk e di për çfarë duan. Dhe nuk ka prind më të keq se ai që para vjet vendin e tij dhe dyta do të lë të fëmijët të pasur nga pas. Paraja e lirë vret fëmijën, nuk e ndihmon. Dhe unë gjej kontradiktë edhe njerëzore përveç asaj politike. Pra është i kaluar çdo lloj norme, thonë. Mirë, Regjet do ndihmoni në këtë çast, ndoshta nëse e ballafaqojmë bëjmë një diskutim konkret edhe me emrat, duke pasyruar një grafik në ekran, zvendësimin e secilit, kush u largua dhe kush ishte zvendësuesi i tyre. Largohet Belinda Balluku, shkon Albana Koçiu. Belinda Balluku gjithashtu që mande postin e ministres së infrastrukturës dhe energjisë, Enea Karakaçi. Besfor Lamallari nga ministri i drejtësisë, shkon Toni Gogu, ministri i drejtësisë.